dita 20, e kemi filluar ditën me një dush, edhe pse në përgjithësi preferoj ta bëj dushin tim në darkë. Jam nga ata njerëzit, por donjëherë dijem që duhet ta bëj sapo hap syt. Edhe pse nuk kam sapo hapur syt, flasëm pak për këto syt që u zgjova edhe janë të fryra sikur jam naj breshkë. Jo breshkë, bretkockë. Kaq syt e mia, i pash edhe u tremba në mëngjes. E vërteta që nuk kam fjetur fare, po kur u them fare mirë në darkë, kam vuajtur gjithë darkën. Koja ëndra të këqija, zgjesha gjatë gjithë kohës. Merr njëri tjetër kafen e mëngjesit me veten në banjë kur bën dush. Just saying. Tani më vura këto paçis e shpresën që do më të shfryn pak syt. Edhe pse nuk e besoj fort, të qenë që kam e dhimbje koke të fort. U zgjova dhe koka ime po pëlqet, po bën bum bum bum. Ora sapo vajti 11. Unë mëngjes para se të bëj dush, të hap kamerën njërin tjetrën përsëri vajta në post. Nuk dua të bëj më përsëritshme, por jam me businesswoman, ç'o të bëjmë tani? Duhet të dërgojmë pakot tona. Duhet të mbyllëm shitjet, se tani po vinë festat e njerëzit i presin gjërat që blejnë me padurim. Ose të paktën kështu bëj unë dhe mendoj që është për të gjithë një lloj. Prandaj edhe nuk i mora me vete se nuk dua t'ju tregoj gjithkohon të njëjtat gjëra. Po çfarë të bëj, kjo është jeta ime. Dhe dua të bëj një risotto me verdura për drekt, si që dje dua të ha diçka të mirë. Kjo është për mua diçka e mirë. Çdo njeri ka preferenca të ndryshme dhe gusto të ndryshme. Don't judge me. E them, duke qenë që nuk kam brodon, të shkojmë të bëjmë brodon se sa vështirë mund të jetë. Të vesh qep karota e sedano zien në një tenxhere. Besoj që ja dal do ta bëj kaq gjë. Lëm kafen këtu dhe të fillojmë të bëjmë këto. Të bëj pak masazh të syt me këto të ftohta që mbase më ndihmojnë. Një relaksim sikur po ma japën, e vërteta është. Se jam zgjuar kështu sot, s'kan lënë magji pa na bo. Edi Rama i tha këta presidenti jon. Imagjinoni të besoj edhe presidenti te magjirat. Faktikisht ju besoni te magjirat. Un kam dëgjuar pafund gjëra, po nuk besoj. Nuk besoj në asgjë që nuk mundem të shoh. Po akoma të fryra janë, asnjë ndryshim për mua. Super. Unë e vura çepën aty brenda që të bëhet ajo brodo. Po nuk kam çep tjetër që të bëj risotton. E tani që se u lava nuk dal dot që ti ik në supermarket. Halli është që bëj programet e koka ime, por nuk i mendoj edhe aq mirë sa do duhesh që ti mendoja këto programet që bëj. Edhe pastaj dalën të gjitha gjysmake gjërat që dua. Bravo Angela. Po ti çfarë halli ke? Po na shif pak o bukurosh. Ti hequn tani këto që u than. Dje që thoni po shikonim dramën e Italisë. Është një gazetar që mua më duket më shumë komik këtu në Itali. Edhe bën një program në YouTube të vetin, edhe ekspozon shumë persona. E tani ekspozovi një personazh televiziv që është shumë i famshëm këtu nga më të famshmit, i cili është LGBTQ, është i martuar, ka një burr domethënë. Doli që për të futur konkurrent te Big Brother i Italisë, ishte nga natyrve një këmbim në formë marrëdhënieje, le të themi intime. Edhe fillovi këtë podcastin, le të themi ky gazetari, duke thënë që kjo ndodh në të gjithë botën. Kishim rastin e Epstein, tani para një viti paga shumë në Amerikë, kemi P. Didin, në Greqi këtë ditë po dëgjoj për një këngëtar, edhe më erdhi spontanisht pyetja në trurin tim. Kush mund të jetë ai që bën po to lloj gjërash në Shqipëri? Se nuk ka mundësi në të gjithë botën të bëjnë, në Shqipëri mos bëjnë këto gjëra. Por kush mund të jetë ai personazhi fort shqiptar që i bën këto gjëra? Po pres mendimet tuaja në komente. Tani po nuk e dini gjithë dramën në Itali, mbase nuk po kuptoni çfarë po them. Mbase edhe nuk e sqarova shumë mirë. Po kaloj periudhën më të keqe me lëkurën time. Thoni të kenë të bëjnë edhe ilaçe që kam arritur në këtë lloj breakouti. Mbase ju në kamerë edhe nuk e shihni mirë. Po e shoh una. Ja u them una. Do vej krem dielli pse s'ka diell? 4 gishta krem dielli. E në behare në dimër kuantiteti është i njëjti, sepse nuk duam të rrezikojmë të mplakemi para kohë. Edhe te pjesa e qafës. Goca, kur do bëhet njëri goca? Ta veun tani këtë brodon këtu. Thjesht kam frikë që të bëj ndonjë budallallak e do më derdhet. Ore mos duhet ta fus brenda te lavamanin po. Që pastaj ta fus në frigorifer ta kemi edhe për këto ditët. Është ngjyrë normale kjo, e bëra me qepën e kuqe. Kështu nuk duhet të dalë, nuk kam bërë herë tjetër. Nëse nuk do fus në frigo direkt se kjo është ngrohtë akoma, do e lë kështu të ftofet një herë pastaj. Por shikoni sa bukur e kemi gati. Unë që gëzohem me budallalliqe të vogla që bëj, njerëzit e tjerë bëjnë, sikur ishin ku e di unë 10 vjeç. Arriti Karkaleci. Pizza, mora. Do hajmë pizza. Pizza fure. Më pëlqen më shumë pizza fure se sa pizza normale në Itali. Të shohim kjo. Më kishte arritur në mëngjes një pakosh për bashkëpunim, më kishte futur deri te dera i korrieri, e pastaj e lash atij se ishte shumë e rëndë, nuk mund ta ngrija. Dhe buri na ka sjell panettone artigianale, nga fura që na pëlqen shumë kjo. Nuk prenotosh më. Vini njerëzit e thonin do ta marr, jeni akoma ka prenotimet i marrin vetëm për vitin e ri ta. Ne i kemi prenotuar në nëntor, që kur ishin këtu prindërit e mi. Unë do bëja risotto. Po pse s'më themoj? Por nuk do e bëja se s'kisha qep. E tha s'ka gjë, do e bëjmë në darkë. Që zgjedhja e picës ishte perfekte.
perfekt jo. Sa ke marrë? 3 kile. Sa të shkon kjo ngjyra bordeaux e kësaj xhaketkës bor, you look so chic and elegant. E di. Faleminderit thon njerëzit. Qa? Kur i bëjnë kompliment, nuk themi e di. E di, faleminderit. Pakot këtu vazhdojnë grumbullojnë, arritën edhe të tjera. Unë vera pak njeri. Sot isha në mund dua flok të drejta, se kisha kohë që nuk po i bëja vetëm kaçurela. Ai ka inda like. E duhet të shkojmë si fillim në lavanderi të marrëm rrobat e tua burr. Po zot që duhet marrim te një mesazh, që janë gati të shkojmë ti marrim. Mos më ka arritur ai mesazhi. Por sot është dita që duhet i marrim. Kështu që le të fillojmë të shkojmë aty. Mirë mendova unë të shkojmë lavanderi, se i duhet xhupi Klajtit, po lavanderia ishte mbyllur. Edhe ata mirë kishin menduar për veten e tyre, mos shkojnë të hapën fare sot. Good job. Erdha të marr çepët që më duhen për risotton. Që kur hengra më ka filluar një gërgër stomaku, prandaj mora pak kola. Preva edhe pak limon, edhe përlltuf. Besoj të gjithë e kemi parë atë video në TikTok me një gocë që pin me pips qelqi edhe nuk kuptova, u thye qelqi brenda te gota edhe pivi edhe pastaj diçka ndodhi. Nuk kuptova për kjo është e vërtet, apo është një histori që të na bëj të hedhëm pipsat tona të qelqit sepse janë të rrezikshme. Juve mendoni që realisht ka ndodhur ajo historia apo ishte një egzagerim? Let me know. Tani që vura e fshesa, bëjmë edhe këtë unboxing. Let's see what I've got this time. Marka ime preferuar, Glow Mode, që ka produkte palestreje në përgjithësi, activewear, edhe ka marrë një xhup në përgjithësi, ka kualitet shumë të bukur kjo marka. Oh, shikoni si është brenda. Ka leshkë këtu. I like it so much. Desha një që ta vesh apo stafat vetëm në palestër për kur të shkoj tani, se momentalisht nuk po shkoj. Edhe është edhe crop, prandaj më pëlqevi kjo shumë. A është e gjitha plot me leshka brenda. Është për të veshur me trikoleshi si e kam una, but you're getting the point. Duket disi kështu. E për shumë më pëlqejnë që është edhe crop. Duhet një pal pantallona me belme të lartër, se këto janë që ti veshësh me leggings për shembull. Do mundem ta laj unë këtë. Vazhdojmë tani. Tuta grim. Mendoj që tutat në përgjithësi të kësaj ngjyre janë një must have. Edhe këto brenda janë tepër të ngrohtë ka. Hangra edhe një cop nga Panettone ja që mori Klajdi. Edhe e ka marrë me rush në vend që ta marrë me çokoladë. Më thoni kush njeri është i shëndetshëm ëndërisht do zgjedh Panettone me rush të thatë në vend që ta zgjedh me çokoladë. Si të shkon mendja? I thash burr, nuk e ke marrë me çokoladë? Më tha po e di, ka marrë me rush. E ma tha me një natyralitet të tipit sikur ishte gjëja më okay në botë. Mendoj që ka diçka që nuk shkon me burrin tim. Edhe kjo është prova. Tani obviously nuk ka diçka super partikolare t'ju tregoj, thjesht materiali është realisht shumë i mirë. Ja. Apo, marr edhe një xhup tjetër. Është shumë i lehtë si materiale, më duhej për periudhën e pranverës. Plus më pëlqen kjo ngjyra e bardhë. Më duket që në përgjithësi duhet të filloj të integroj më shumë ngjyra e bardhë e gardaroba ime. Tani ja kam vënë syrin një pallto jetë bardhë. Dua të marr një pallto të bardhë, po dua të marr një pallto të mirë, kualiteti. Ka marrë edhe xhaketë këtë bardhë. Approved, ka marrë çorape. Të jenë, asnjëherë çorapet nuk janë mjaftueshëm. Pra një pa leggings nuk do i kisha marrë. Ngjyrë çokoladë, kafe. Janë nga këto leggings që hapen në fund të këmbëve. Ai fundit që janë ka kjo. Po kjo është një si tip bluzke, që nuk është bluzë, janë thjesht men. Vesh ti një crop top nga poshtë, edhe vesh edhe këto mençkat. Këto ishin të gjitha produktet që kam marrë. Do ju lej dhe kod poshtë në description box. Risotto do kohën e vet, kështu që ne kemi filluar që t'i bëjmë të gjitha avash, por mua po më hypën një si tip kollë sëmundjeje, të cilën nuk e kisha deri tani. Weird things happening to my life right now, and all of them are bad. E gatova. Ishte një bashkëpunim ky, edhe doli shumë i mirë me sa shoh. Jepi, trazot. Duket dora ime. Thret burr me mustaqe kjo pjata. E pe? Vjen aty në bezdis gjithkohon, lere të gatuaj, të krijoj gjëra. E për ty e studiova këtë recetë. Burr nuk e bëra asgjë. Puth është tokën ku kaloj unë. Aq me fatje. Po, fati më ka trokitur derën mua ditën që të takova. Më përpara s'më kishte takuar ndonjëherë fati. Po. E dini çfarë bëj unë? Nuk më pëlqen kripa në përgjithësi, nuk paragatuaj me krip. Po të kishte akoma pak krip do ishte perfekte. Si tu duk? Lyja ime ban kështu gjashme si moderne, influencer, po do gatuan aq mirë. Bëhet aq tradicionale. Unë bana musteqe që të bëhesh ti tradicionale, vura musteqe. No, bëft mirë. Edhe sot, më detyrovi gruaja, kërkoj advent calendar, që ta ndryshojmë pak, ta bëjmë pak më dinamik. Në rregull, çfarë kemi sot? Dita numër 20. Jam shumë kurios. Clean cleaner! Qa dhe jete për me laftyrë? Po, është kjo foam cleanser. Edhe neve do shifemi si gjithmonë nesër. Bëjmë burat me mustaqe. Jo, bura me mustaqe.